paktën jemi në studio tani me avokatin Alban Duraj. Avokat, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Mirëmëngjes, faleminderit, mirë se u gjeta. Tani kemi disa pyetje paraprakisht për juve avokat, nga qytetarët që telefonuan më herët, pasi paralajmërova që do jeni në studio. Qytetari i parë thotë që në 2001 ka bler një banesë dhe këtë banesë ka shkuar për të bërë procedurat për të marrë certifikatën e pronësisë dhe i del që banesa është në vend tjetër, nuk i del harta në vendin ku e ka banesën realisht. Çfarë duhet bëjë në këtë rast? Atëherë ai do bëjë saktësim lidhur me vendodhjen, pra vendosjen se ku ndodhet kjo banesë, bëhet nëpërmjet portalit e-Albania, por në momentin që do bëj aplikimin, do paraqesë dokumentacioni dhe një plan rilevimi se ku ndodhet kjo banesë. Edhe për banesat bëhet plan rilevimi? Po, do bëj një plan rilevimi, sepse ne kemi sqaruar dhe në emisionet tjera, për shkak të problematikës që ka pasur me regjistrimin e pronave të paluajtshme, troje, të bujqësore apo edhe banesa, por edhe për shkak të mospasjes së një programi të digitalizuar, si që është bërë, pra ne tashmë e kemi këtë në funksion, që do të thotë të gjitha pronat janë të hedhura në një sistem digital, ka pasur problematika lidhur me vendodhjen. Kjo nuk ka asnjë lloj problemi, me një aplikim nëpërmjet portalit e-Albania bëhet, por ne po flasim teorikisht, sepse zotëria dhe si shumë të tjerë, ne dim se çka kartvari heqim për bërë një saktësim apo një veprim krejt të thjesht dhe normal, saqë detyrojnë që të shkojnë në proces gjyqësor. Por ne po themi që kjo është diçka e mundur, sepse ai ka origjinën e provës, mënyrën se si e ka fituar, pra e ka bler me një kontratë shqiptërje, nuk ka dikush tjetër që të interesohet, kështu që i plotëson të gjitha kriteret. Në rregull. Faleminderit avokat për përgjigjen. Domethënë s'ka nevojë të hapi proces gjyqësor të paktën në këtë moment. Duhet të ezauruar kjo rrugë administrative, nëse e shikon që nuk merr përgjigje apo le të themi merr përgjigje për ta sërolluar qytetarin, siç ndodh rëndom, atëherë gjykata është mjeti i fundit që qytetarët duhet të shfrytëzojnë për të vendosur të drejtat e tyre në vend. Në rregull. Dhe një pyetje tjetër. Zotëria tani në këtë rast kishte marrë tokë me 7501 dhe thotë vetë për të regjistruar MTP-n, kam 3 vite thotë që nuk më regjistrojnë. Fillimisht më nxorën argumentin që ti ke marrë 2 herë tokë, pavarësisht se unë kam marrë vetëm 1 herë thotë, sepse kam qenë i ndar nga vllai dhe nuk kam përfituar edhe 1 herë te vllai dhe 1 herë tokë më vete, siç i thon, dhe nuk regjistron dot tokën prej 3 vitesh. Argumenti i dytë që i thon është që duhet dalë VKM-ja. Nuk ka fare lidhje me VKM. Gjitha ato toka për cilat kanë qenë në përdorim, ka dalë ligji që këto toka duhet kalojnë në pronësi të atyre që e kanë pasur në përdorim dhe për të cilët është bërë ndarja, pra ndarja e vitit 1991, kur bërë edhe ligji i parë për tokën, po ky ligj ka pësuar ndryshime të erëpashershme. Tashmë të gjithë qytetarët që e kanë poseduar të pronë dhe kanë aktin e marrjes së tokës në pronësi, së bashku me dokumentacionet e tjera përkatëse, të cilat i kërkon Agjencia Shtetërore e Kadastrës, por që realizohen nëpërmjet Këshillit të Qarkut dhe Prefekturës, pra ai është organi i cili nëpërmjet të cilit kalojnë dokumentacionet apo janë edhe aktet përkatëse, bëhet aplikimi dhe të gjitha qytetarët duhet të pajisen me pronë. ASHK-ja, por edhe në këtë rast nuk e ka kompetencë, edhe nëse një qytetar mund të ketë marrë 2 herë, 3 herë, ka pas probleme me dokumentacionin për mënyrën se si e ka fituar një akt të marrjes së tokës në pronësi, nuk është ASHK-ja që i pengon qytetarët, sepse ASHK-ja duhet kuptojnë dhe qytetarët, është një institucion i cili po ta krahasojmë është në rolin e një magazine, që do thotë përderisa plotësohen dokumentacionet, kemi një akt për të cilin qytetarëve i është shpërndar sipas ligjit të kohës, ata nuk mundet të hyjnë se si e ka fituar këtë akt, si e ka marrë me mik, ka dhënë para e tjera me radhë. Pra është një magazin ku mban dokumentat dhe ka për detyrë që të bëjë një veprim mekanik. Por ASHK-ja është shtyrë në një gjykat. Pra ne shkojmë aty, bëjmë një aplikim, ata fillojnë edhe kërkojnë gjëra të cilat vetëm për të sërrollatur njerëzit dhe qytetarët. Unë zotrin do ta sugjeroja që të
ndiqte ankimimin administrativ në mënyrë që të bëhet ky regjistrim, dhe ankimi administrativ fillon tek drejtori i përgjithshëm, që është organi e pror në vendin, se nuk e dim se ku ndodhet prona dhe ku do ta regjistrojë të cila drejtori. Dhe pastaj duke filluar edhe tek Këshillimi i Ministrave, i cili është organi në të cilin varet, pra kemi një ASHK-ja është në marrësi direkt të kryeministrit. Nëse nuk merr zgjidhje edhe në rrugë administrative, atëherë është gjykata mjeti i fundit që qytetari duhet i drejtohet me detyrimin për të regjistruar të pronë. Okej, qartë, edhe një pyetje të fundit para se të marrim telefonatat. Një qytetar më thotë që prej 96-s ka një banesë, por në vitin 2006 dikush tjetër e ka nisur në emrin e tij legalizimin e pronës që ai jeton. Pra dikush tjetër i cili është i panjohur për të ka bërë kërkesë për legalizim të pronës së zotrisë. Nuk e njihja, thotë, dhe nuk është fare banor i lagjes. Në 2006, që prej atij momenti nuk është bërë asnjë veprim me pronën e tij, por gjithsesi ka qenë dikush tjetër që ka bërë aplikimin për këtë pronë ku jeton dhe zotria. Atëherë, ndodhen, vetëm në Shqipëri ndodhen këto gjëra. Kjo më duket e çuditshme. Dhe unë e besoj, nuk mundet të mos a besoj. Jemi përpara faktit që ai ka paraqitur të dhëna të reme. Dhe kjo është një vepër penale, pra ka dy mundësi për ta ndjekur ky qytetar. Mundësia e parë dhe më e thjeshtë është që t'i drejtohet me një kallëzim penal prokurorisë, ku në këtë kallëzim penal fusi personin që ka bërë aplikimin, por edhe zyrtarët, sepse në momentin që bëhet një aplikim, bëhet dhe një verifikim në teren nga inspektorët e Isha Luiznit apo sot ASHK-s, sepse është në varësi të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, drejtoria që merret me legalizimin e pronave të paluajtshme, pronave informale. Në mënyrë që prokuroria pastaj do dalë me një vendimarrje që ka shumë gjasa, si në këto raste, edhe pse vepra penale vazhdojnë që të ekzistojë, prokuroria shpeshherë del me faktin e parashkrimit, që do të thotë, duke qenë se kanë kaluar shumë vite, nuk ka filluar ndjekja penale në kohë, dhe përpasoj ata shpëtojnë nga përgjegjësia penale. Por zotrisë nuk i intereson. E rëndësishme është që të konstatoj që është bërë me të dhëna të reme, të cilat nuk janë të vërteta, dhe me njërë organi administrativ është i detyruar që ta revokoj aktin e legalizimit, nëse ka marrë. Nëse se ka marrë, atëherë do ta skualifikojë, do marrë një vendimarrje për ta skualifikuar si një objekt i cili është deklaruar me të dhëna të pasakta. Kjo është ajo që përfiton zotria, apo pasaj do merret vetë me rivendosje në afat dhe shumë procedura, pra nuk e di se çfarë ka bërë lidhur me këtë pronë, po normalisht i bie që ai ta ketë të pa legalizuar apo nuk e ka aplikuar fare. Megjithatë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës në periudha të caktuara, qytetarët i lejon, pra ka fate për cilat ata e hapin procesin e legalizimit dhe zotëria mund të drejtohet me një kërkesë fillestare për të bërë aplikimin në mënyrë që të jetë në procesin e legalizimit të banesës së tij. Është qartë. Mirë, shumë faleminderit për shpjegimet, avokat. Presim tani telefonatën në studio, duke qenë se jetë zauruan pyetjet që morëm më herë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim vetëm pak sekonda. Ka rënë linja me... Okej, ka rënë linja. Presim dikë tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Jeni drejt për drejt. Alo. Urdhëro zotri. Po. Me avokatë e kështë punë. Kom sa lile që unë bo shpinë e ljetë, nëse kom shpinë e ljetë, më kanë ngërru emën, shqyqyrës zotë jonë të emën e në batën. Kurse gjithë parona, o i kom emën drejt emën të, edhe kishe kohë, kom shumë rita, që kjo kohë në bashkimi, kom shumë kohë, nuk në nëlloj shumë emën, se kërkoj që në para hipa të e ka. Nuk bëmë, qëromë, më ngërru në emën. Edhe në në shpija, bëmë që pishë këtë një fjallë shumë e lirë, edhe në në emën, të shi thonë, jo thonë, në e një milion leti qapën qërë në kanë në shpijës.
Po kush të thotë kështu? Unë nuk i jap 1.000.000 lekë. Tu ka bazarit puna, unë jam 70 vjeç, unë s'kam çfarë për jetë më. Tashi, u ka bazarit puna me pas më kala, se s'ka rrugë tjetër më dalje. Po kush të thotë kështu që më jep Nuk ka lekë? rrugë tjetër dalje më. Tashi, jetë për unë, po i kome e më në drejtë. Dhe të me e më në u hikë e u rrugë. Dhe që thonë, të duhen dhe, i pasaj ka vjen donë, me sekserë, janë me sekserë një hepër o themi, janë me... Po legët tani për çfarë ti duan, pra për çfarë ti kërkojnë legët? Ka për që të ka me pra mo sekseri, që bëjë i pasajnë. Do të më japësh një numër telefoni paraprakisht para se të thotë... Ky numër telefoni që të marrë dhe është. Po të më japësh kështu se e kemi pak vështirë për ta nxjerrë ashtu. Ajo shtëpi ka 80 vjet, jo. E kuptova pra. Po, bile më thënë njëri që është për qesh, është të të jenë dhe, se ju këtë takë një qikë ta mungesa të mundë të më dy e ju, nuk më bo. Pra, ja, luajme njërën, një më të më, një gjanë që të më për shkurt, për kusë vëndam. Po, ka më të, ka për dhe parë jurish për gjenë se vide, shkon gjenë se vide, thosë nuk me jene mu. Po, ka dhe me hikë se ta shkallanë për gjenë se vide menqë. Mirë, nëse nuk do të më japësh numrin, dëgjoj avokatin, dëgjoj përgjigjen avokatit. Të që vetëm e bo që ka lartë, s'ka nuk tjetë, hajde o pasin. Do japësh një sugjerim? Jo, sugjerimi im për zotërinë dhe për gjithë qytetarët është mos japin asnjë lek. Pra, kur vjen puna që një në punës, zyrtar i administratës publike, zyrtar shtetëror, punojnë si gjykatës, gjyqtar, prokuror, ju zvarisin në mënyrë të tillë që të paguani, qytetarët nuk duhet të paguan dhe nuk duhet që të konformohen, sepse qytetarët konformohen në mënyrë që ata të zgjidhin problemin. Dhe shpeshherë na ndodh që ata nuk marrin avokat, nuk kontaktojnë një avokat, sepse thonë më mirë t'jap 5 lekë edhe pastaj të mbaroj punën. Nëse ne do të vazhdojmë me mekanizma të tilla, atëherë i bie që qytetarët pastaj mos të kërkojnë, mos ankojnë për problemet të cilat nuk zgjidhen nga administrata, nuk zgjidhen nga institucionet, dhe të vazhdojnë me atë rrugë që kanë nisur. Sepse shikoj shpeshherë qytetarët të cilët avokatin e konsiderojnë si diçka kot. Pra një profesion që vetëm thjesht bën letra, sikur të jetë një sekretar, sepse çështjet ata i zgjidhin vetë me këto forma duke dhënë para lart e poshtë. Pra, nëse qytetarët bën gjithë bashkë, pra kërkojnë të drejtat e tyre dhe e shikojnë atë zyrtar, jo si një njeri i cili ka në dorë jetën apo frymarrjen, dritën e diellit, oksigjenin, ky vend do të eci dhe nuk do të ketë probleme të tilla të cilat ne kemi këto 35 vite apo këto vite që unë kam dalë në punë dhe i shikoj këto problematika. Pra duhet ketë një lloj bllokade, një le të themi qëndrim i qytetarëve për ta kërkuar të drejtën tek zyrtari apo të nënpunësi, sepse ata janë të paguar për këtë punë, e kanë zgjedhur atë profesion, pavarësisht se shumë ankojnë, jo nuk kanë paga të larta e tjera me radhë, paga normalisht, unë jam që paga të rritet dhe zyrtarët patjetër kanë paga të jenë të mirë paguar, gjyqtarët jenë të mirë paguar, prokurorët jenë të mirë paguar, por nga ana tjetër ka bërë një marrëveshje apo një kompromis që të jenë aty. Kështu që qytetari tani edhe e denoncon këtë si rast, edhe juve nuk ja jep numrin e telefonit, edhe pastaj ikën shfryet, pra duke gjetur këtë edhe këtë hapësirë mediatike vetëm për të shfryrë, le të themi, stresin, apo e shikojnë avokatin si një psikolog, që jo për të zgjidhur radhin, po thjesht vetëm për ta qetësuar, sepse gjëra zgjidhen me metoda të tjera. Dhe shumë kolegë më vjen keq që e kam për ta thënë që konformohen me raste të tilla. Pra duke filluar që tek miku, tek shoku, pra nocioni miku tu është bërë një institut. Që do thotë edhe për të zgjidhur një problem të vogël, mjafton që ti do t'i thuash dikujt që për ta bërë, ndërkohë që ai ka detyrë, e kupton? E ka një detyrë institucionale, një detyrë funksionale, një detyrë për të cilën ai ka zgjedhur që t'i shërbejë. Kështu që më kujtohet edhe ato filmat e kohës së komunizmit që luftoi ky problem, sepse atëherë nuk ishte para që të jepje para për të marrë një shërbim, por kishte ndere apo gjeje një mik, apo ai filmi i famshëm
janë ndonë ledhit për bursën. Kështu që ne nëse duam shërbim, duam një qasje europiane, duhet që t'i bëjmë një refuzim en blok. Pra gjithë qytetarët t'i denoncojnë rastet, edhe rastet e zvarritjes, edhe rastet kur ata nuk marrin shërbim. Shqyr ne kemi media, kemi institucione, kemi një prokurori të posaçme që merret me luftën kundër korrupsionit, në mënyrë që ta shporim një herë për gjithmonë këtë gangren, psikoz që e shikoj edhe tek moshat e reja. Pra nuk është moshat e vjetra që të cilat janë mësuar ka qenë në një sistem të mëparshëm dhe kanë ardhur në tranzicion, po kjo kur e shikoj te 18-19 vjeçar, kjo është një problem që ne na shqetëson dhe na mban peng të zhvillimit, qoftë ekonomik, por edhe një zhvillim institucional. Qartë, shumë faleminderit për shpjegimet avokat. Presim një tjetër telefonat, 2 minuta kohë kemi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëni. Urdhëro, zotëri. Kam bërë legalizimin e shtëpisë në bazë të ligjin më kanë dhënë 1 të 3, nga 80 240. Si nga 80? Si mund të apërfitoj këtë pjesën tjetër? Janë vetëm 1 të 3 e pronës në procesin e legalizimit. Zotri, ju ka dhënë 1 të 3 të godinës, apo 1 të 3 të oborit? 1 të 3 e trullit, 80 trull, 80. E kuptova. Atëre, përsa e përket kësaj, ligji i legalizimit nuk jep dot më shumë se 500 m2 truall. Pra, nëse ju e keni truallin më shumë se 500 m2, kjo është sipërfaqja që jep sipas ligjit të legalizimit. Nuk mund të kaloj më shumë se 3 fishi i sipërfaqes së bazës, por jo më shumë se 500 metër. Jo. Ti jo. Më falë, zotin, më kanë vetë dhe 100 metra dhe 110 metra, jo 500 metra. Zotri, tani ndërtesa juaj sa e ka bazën? Pra, çfarë sipërfaqe ka? Ordo. Çfarë sipërfaqe ka banesa juaj? 80 metra katror. Shumë mirë. 80 ata të kanë pra 370 metra. Po, ata të kanë dhënë sa të kanë dhënë me dokumenta? Me kanë dhënë 240 metra. Atyre 240 dhe nuk ju kanë dhënë sipërfaqen tjetër 100, që normalisht juve ju bi... 110 metra. E kuptova. Atyre 80 metra, i bie që ju të përfitoni 3 fishin e sipërfaqes, që do të thotë 240 metra, më kupton? Dhe ju e keni marrë të sipërfaqe. Pra 3 fishi, aq është 240. Po këtë tjetër si mund ta marr, si mund ta blej? Atë ju duhet të bëni një aplikim që të shikoni gjendjen juridike, që do të thotë ajo është një pronë me pronar privat apo shtet, kush e ka atë? Shtetëror, se pjesën Vllai tjetër e ka marrë pronën. Urdhro? Vllai tjetër e ka marrë pronën, kështu që i bie tjetër shtetëror. E ka marrë pronën, po janë të bashkangjitura të ndara në mes. Si e keni në mes të dy pronave këtë ripin? Po, të 2 pronat, vllai tjetër e ka marrë, kurse unë se marrë do të kam 110 metra për të marrë. Atere, zotri, për të marrë të pronë, ju duhet të aplikoni cili është pronari, të gjeni, sepse ka shumë prona cilat kanë kaluar në emër të bashkisë, dhe aty ka një drejtori të posaçme, e cila merret me kalimin apo me blerjen e tokës. Pra atë do ta blish me një çmim reference në mënyrë që ta bëni tuajën, sepse ndryshe nuk ke se si ta bësh. Mund ta blesh, po ligji legalizimit ta që u mësonte, 3 fishin dhe ju e pasin e marrë 3 fishin e bazës. Urdhro? Ku mund ta bëj, thot? Po, ju në cilën bashki ndodheni? Në Gjon Zotri? Në Vlorë. Në Vlorë. Atëre do interesoni tek bashkia Vlorë, aty ka një drejtori të posaçme, e cila merret me pronat. Dhe aty duhet të interesoni për ta blerë atë si truall. Të lutem. Faleminderit. Shumë faleminderit avokat për sqarimet dhe për kontributin të vazhdueshëm për qytetarët në studio, por shumë më shumë jashtë saj. Faleminderit. Ju falenderoj shumë për ftesën, është kënaqësi gjithmonë të jam në këtë emision. Faleminderit. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak me Marcel Rupin. Publicitet.